Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Ditën e sotme jemi në videon e tretë të sfidës time 100 ditore si një konsulent imobiliar, si një person i cili dëshiron që të arrijë suksesin, si një person i cili kërkon disa nga teknikat dhe mënyrat se si të jesh më produktiv, më esencial gjatë ditës dhe në fakt, ditën e sotme kjo video titullohet si të jemi më esencial. Ose më saktë, si të jemi më produktiv, si të bëjmë më pak por më mirë për të qenë më produktiv. Dhe pikërisht kjo është videoja dhe kjo është tema që do prekim ditën e sotme. Për të gjithë ata që janë të rinj në këtë kanal dhe në këtë video, unë quhem Indrit Abdiu, jam konsulent imobiliar, jam themelues i Pronex Real Estate, një agjenci imobiliare në Tiranë dhe kam vendosur që të ndjek një sfidë 100 ditore ku ndjekim disa aktivitete të cilat janë në aspektin e punës së përditshme, por gjithashtu dhe në aspektin e përgjithshëm se si të jemi më produktiv dhe më efikas gjatë ditës. Nëse ti ke qenë je për të disatën herë në këtë kanal, pra po shikon për të disatën herë dhe disa nga videot e tjera më përpashme të kam pëlqyer, të ftoj që të më suportosh duke më bërë një like në këtë video dhe një subscribe gjithashtu. Themi drejtën. Java që kaloi nuk ka qenë një javë ku arritëm të dokumentonim të gjithë procesin nëpërmjet reelsave që i kemi bërë në Instagram dhe me qëra fjala mund të bëni follow dhe në Instagram, gjithashtu dhe në TikTok. Për arsye sepse ishte një javë ku përqendrua shumë në punë, në ato gjërat thelbësore që na duheshin neve për të ndjekur në aktivitetin e punës dhe fundjava e kaluar nuk na u dha mundësia për shkak të një impenjimi tjetër që të xhironim video dhe të kishim përmbajtje dhe content për gjatë gjithë kësaj jave. Ndërkohë, me thënë të drejtën, kjo javë që neve lam pas ishte një javë super, shumë konsistente në disa aspekte. Një nga aspektet më të rëndësishme ishte se, ashtu siç neve kemi thënë dhe në videot e tjera më përparshme, zgjimi ka qenë i panegociueshëm në herët. Pra jemi zgjuar çdo ditë në orën 5 dhe unë e kam dokumentuar shpesh edhe me video story. Dhe një aspekt tjetër që sepse zgjimi herët në mëngjes më lejonte që të bëja dhe të gjithë aktivitetet e tjera në përditshmërinë time, ku duhet patjetër dhe me domosdoshmërisht t'i bëja. Isha konsistent gjithashtu në lexim të librave, pra se kemi thënë edhe më përpara që do jemi konsistent në lexim, në zhvillimin dhe rritjen e aftësive të ndryshme që do të na mundsojnë neve të jemi njerëz më të mirë dhe gjithashtu të jemi lider, biznesmen më i mirë, person i cili di të negociojë më mirë, të flasë më mirë e të tjerë e tjerë. Dhe leximi gjithashtu ka qenë shumë konsistent, pra gjithë javën kemi lexuar. Gjithashtu palestra ishte shumë konsistente, kemi shkuar çdo ditë të javës, këtë mund ta dokumentojmë edhe nëpërmjet check-ineve që janë bërë në palestër, do ta nxjerrim diku këtu ose këtu ndoshta, nuk e di se ku do ta nxjerrim. Dhe do ta tregoj se si gjithë java ishte e përditshme në palestër. Gjithashtu ka qenë konsistente në punë. Kemi ndjekur aktivitetet e prospektit çdo ditë, kemi ndjekur aktivitetet e hedhjes së flyersave çdo ditë, kemi ndjekur aktivitetin e follow-upit, kemi ndjekur aktivitetin e follow-backut. Gjithë kjo periudha trejavore nuk ka dhënë ende një rezultat që neve ndoshta do prisnim për këtë periudhë trejavore. Por, të themi drejtën, jemi në rrugën e dur pasi jemi në një proces negociatash për të mbyllur një transakcion shitje. Megjithatë, cile ishte një nga faktorët më ndikues që na bërin neve që gjatë kësaj jave të ishim më konsistent në gjithë këto aspektet e tjera. Besoj që një nga arsyet dhe faktorët më ndikues ishte gjumi, sepse më përpara në videon e parë ju thash që do ndiqja të kisha vendosur pra më saktë të flija 6 orë gjumë në ditë, por në fakt e ndryshova duke e kthyer në 7 orë gjumë, pra kam fjetur në orën 10 të darkës dhe jam zgjuar në orën 5 të mëngjesit. Kanë qenë 7 orë gjumi të mira dhe them të drejtën duke patur këto 7 orë gjumë gjatë ditës nesërme realisht jam ndier
shumë herë më i gjallë, jam ndier shumë herë më produktiv, kam patur shumë herë më shumë përqendrim në punët e mia, kam patur më shumë forcë në palestër. Pra, realisht më dha mundësinë që të isha më produktiv. Kjo besoj se ishte një nga faktorët më të rëndësishëm. Një faktor tjetër, por gjithashtu i rëndësishëm, është sepse si pjesë të këtij rrugtimi ne kemi vendosur që tek vetja të le të themi ta përfith, ta bëj pjesë të karakterit tim të veproj shpejt. Dhe çfarë mësova gjatë kësaj jave është se të veprosh shpejt dhe me urgjencë, në fakt shumë e rëndësishme është që të ndërtosh sisteme. Dhe në mënyrë që dita ime e nesërme të mos ishte kaos, të mos dija se çfarë të bëja më përpara, të shkoja në palestër, apo të lexoja, apo të përgatisja vaktet e ushqimit që duhet merja me vete, apo siç na ndodh shpesh që ditën e kemi shumë kaotike, vendosa që një pjesë të gjërave, ose më saktë, ditën time të mos e filloja në mëngjes, kur unë sapo zgjohesha nga gjomi, por vendosa që dita ime të fillonte që një natë përpara. Dhe çfarë do të thotë kjo? Një natë përpara unë kontrolloja dhe vendosja cila do ishte agjenda ime gjatë ditës time të nesërme, cilat do ishin disa nga detyrat më të rëndësishme që duhet të ndiqja, cilat do ishin takimet që do ndiqja. Por gjithashtu përgatisja dhe bëja gati cilat do ishin rrobat që do vishja për ditën e nesërme. Përgatisja ushqimin që do kisha për ditën e nesërme. Çantën e palestrës që në darkë, e cilat ishte gati në mëngjes kur të zgjohesha. Pra, të gjithë këto si paket. Ishte një kohë e bllokuar, le ta themi, për gjysmore në darkë dhe realisht duke bërë si aktivitet në darkë nuk ndjeje një lloj trustënie, nuk ndjeje një lloj kaosi, siç na ndodh zakonisht kur sapo zgjohemi në mëngjes dhe s'dim çfarë bëjmë, të përgatis çantën e palestrës, po prit marr vaktet, po s'na del koha dhe për të gjitha. Të nesërmen isha free, isha bosh të bëja gjërat më të rëndësishme që duhet të bëja. Tani, ideja është që unë të gjithë këto gjëra edhe më përpara i kam ndjekur. Dhe siç e kam thënë edhe më përpara në videot e tjera, sa herë që unë i kam ndjekur, kam ndjer këtë rezultat. Ashtu siç këtë herë që kam ndjekur të gjithë këtë lloj mënyre, po prap kam ndjer rezultat në përditshmërinë time. Por problemi qëndron tek konsistenca. Sa konsistent je, si ti këtë gjë e bën për një kohë shumë të gjatë derisa ty të bëhet rutinë e përditshme dhe ti të ndërtosh jetën tënde në bazë të një rutine. Dhe kjo është gjë e më rëndësishme. Megjithatë, në mënyrë që të ndërtohet rutina, duhet që ti veprimet i bësh çdo ditë, edhe pa ndjer rezultat, edhe pa ndjer atë që pritshmërinë që ti mund të kishe për të patur, dhe vjen një moment që duke krijuar gjithë këtë rutinë, ty të bëhen zakone, ty të bëhen shprehi dhe nuk lodhesh më me atë mënyrën mekanike që ti lodhesh e harxhoje energji për t'i bërë këto, dhe vjen një momenti ku ti i bën në mënyrë automatike, pra nuk harxhon më energji për gjitha këto dhe dita jote është më produktive. Tani, një nga aspektet e tjera që neve që kemi komunikuar dhe që në videon e parë, ishte që do lexoni më shumë. Edhe siç edhe ju a thash pak më parë që edhe kjo javë ishte një javë konsistente me leximin, ne arritëm të mbyllim këtë librin Esencializmi të Greg McKeown dhe realisht them drejtën ishte një libër që më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Mësova shumë gjëra dhe kuptova disa gabime që unë kam bërë në të shkuarën time dhe që nga ky moment e tutje do përpiqem që këto gjëra që i mësova ti përfshi në përditshmërinë time në mënyrë që të jem një person sa më efikas, të jem një person ashtu siç thot dhe ky libri esencial. Në thelb ky libri është një libër ku ne na tregon
pra po bëm një përmbledhje se çfarë mësuam nga ky libri. Dhe me qenë se neve kemi thënë që do lexojmë, duhet edhe në një farë mënyrë edhe ta dokumentojmë se çfarë kemi lexuar, pra mos flasim në ajër. Dhe ky libër na tregon si të arrish rezultate maksimale me përpjekje minimale. Edhe ishte shumë interesant si libër. Do t'ja sugjeroj kujdo, çdo personi i cili është në rrugën që do të jetë më produktiv, është në rrugën që do të kërkojë sukses në përditshmërinë e vet. Është fantastik. Dhe në këtë libër autori na thotë që në mënyrë që të jesh sa më efikas dhe më esencial, duhet të përcaktosh pikëpari prioritetet e tua, ose më saktë prioritetin tënd, sepse nëse ti nuk përcakton prioritetin tënd, dikush tjetër do ta bëjë për ty. Ishte shumë interesante kjo si shprehje, më ngeli në mendje. Edhe me njëherë arrita u ula të rishikoj dhe njëherë prioritetet e mia, dhe pse neve prioritetet në fakt i kemi vendosur që në videon e parë, dhe prandaj kjo shprehje më ngeli në mendje, se ndonjëherë libri të duket shumë i bukur kur ti shikon që disa nga nga këshillat që japin autorët, ti i ke të përthithura dhe i vën në përdorim në përditshmërinë tënde. Në mënyrë që të jesh sa më esencial, autori na jep një rrugë me 3 hapa. Dhe hapi i parë është eksploro dhe vlerëso. Çfarë më motivon, për çfarë je i aftë të bësh, çfarë nevoja shplotëson ti. Hapi i dytë është elimino dhe hapi i tretë është vepro. Tani, në mënyrë që neve të kemi mundësi të eksplorojmë edhe të vlerësojmë. Një nga gjërat, hapat e parë që duhet të bëjmë është të arratisemi. Dhe autori na thotë, gjej kohën në përditshmërinë tënde që të qëndrosh vetëm, sepse pa vetmi nuk bëhet asnjë vepër e madhe. Pra, çfarë do të thotë ky? Gjej kohën të reflektosh me veten tënde, gjej kohën të përcaktosh se kush janë disa nga prioritetet e tua, gjej kohën të përcaktosh se kush janë gjërat esenciale në përditshmërinë tënde dhe ato jo esenciale. Cilat janë ato gjëra që ty të realisht japin kontributin më të madh në përditshmërinë tënde dhe cilat janë ato gjëra të cilat të shpërqendrojnë në përditshmërinë tënde. Dhe për këtë të duhet patjetër të arratisesh. Pra, arratisu. Dhe një rrugë tjetër, vazhdimësia e kësaj rrugë është fokus. Dhe për të pasur fokus, duhet të arratisemi drejt fokusit. Pra, duhet të gjejmë kohë që ne t'i japim atyre gjërave që ne kemi vendosur që janë gjëra thelbësore, gjëra esenciale. Të gjejmë momentin dhe të fokusohemi për të bërë vetëm ato gjëra. Duhet që për t'i bërë këto gjëra, të krijojmë dhe një hapësirë për të përqendruar dhe gjithashtu krijo hapësirë për të lexuar. Ashtu siç ne kemi vendosur në këtë rrugëtim që të lexojmë çdo ditë, autori na thotë krijo hapësirë për të lexuar dhe lidh hapësirën për të lexuar, pra leximin në vetvete, si një burim i cili ty do të bëjë më kreativ. Si një burim i cili ty do të bëjë një person më të komunikueshëm, si një burim i cili do të bëjë ty një lider më të mirë. Pra, jo çdo lexues është një lider, po çdo lider duhet të jetë patjetër një lexues. Dhe duke lexuar ne mund të marrim nga eksperiencat e tjerëve, ne mund të marrim pikpamje të ndryshme. Duke lexuar ne mund të shikojmë se si mund të zgjidhim disa aspekte të ndryshme në jetën tonë. Dhe prandaj dhe autori e ka theksuar pra një hapësirë për të lexuar. Gjithashtu duhet të vëzhgojmë se dhe të skanojmë se cilat janë ato gjëra që janë me vërtet dhe përbëjnë thelb për përditshmërinë tonë bazuar në qëllimet që neve kemi vendosur. Dhe në mënyrë që të jemi vëzhgues dhe të skanojmë më mirë ato gjëra, një nga mënyrat më të mira është që na thot autori pra në këtë libër është mbaj ditar.
më saktë mbaj një blok shënimesh. Vendos aty çfarë do lloj vendos aty gjitha aktivitetet që do ndjekësh në përditshmërinë tënde. Vendos aty se si ndjesh gjatë përditshmërisë tënde. Vendos aty se si ku mund të kesh gabuar dhe çfarë mund të bësh të nesërmen më mirë. Organizohu duke mbajtur këtë ditar dhe duke shkruar. Na sugjeron që të luajmë lojra. Pse? Sepse lojrat na thot autori dhe unë për këtë kjo në fakt kam qenë një person të cilit në fakt kohët e fundit dhe shumë kohë nuk kam luajtur lojra të ndryshme. E kam parë pak argëtimin si një humbje kohe, por autori më pëlqeu se si e lidhi se duke luajtur dhe duke e parë lojën si një gjë thelbësore në përditshmërinë tënde, mund të rrisësh kreativitetin, ti stimulon produktivitetin, stimulon pikpamje të tjera gjithashtu dhe na thotë që shumë thelbësore dhe shumë e rëndësishme që të luajmë. Mendoj se do filloj që një kohë të caktuar gjatë javës time, ti përqendrohem, unë duke qenë tashmë dhe baba do luaj me vajzën. Pra, me vajzën, me familjen time, do përpiqem që të krijoj lojra, sepse ndoshta këto mund na bëjnë më kreativ, ashtu siç na shpjegon autori. Një aspekt tjetër që neve të na ndihmoj që të eksplorojmë dhe të vlerësojmë se cilat janë gjërat më esenciale në përditshmërinë tonë është gjumi. Autori na shtyn që neve të flejmë. Dhe kjo ishte edhe një nga arsyet që ju thash dhe pak më parë që unë vendosa që nga 6 orë që kisha thënë në javën e parë të flija 7 orë, sepse duke patur gjumë më të mirë, ti do arrish të kontribosh në mënyrën më të mirë të mundshme në ditën tënde gjatë ditës së nesërme. Pra, gjumi na mundson neve që të japim një kontribut më të madh në aspektin mendor, në aspektin fizik dhe në aspektin shpirtëror. Tani, rruga tjetër që tham për të qenë esencial është elimino. Dhe që të eliminosh duhet pikëpari të qartësosh. Qartëso qartë qëllimin tënd strategjik. Ashtu siç neve kemi bërë dhe pak më parë, ku në videon e parë tham që vendosëm disa nga qëllimet tona dhe pse ne duhet i bënim ato qëllime, ku i qartësuam në mënyrë të saktë se çfarë do bënim në përditshmërinë tonë. Kjo është një këshill që na jep dhe autori, pra të qartësohesh se çfarë do të bësh. Sepse duke qartësuar me aktivitetet që ti që të përbëjnë thelb për ty në përditshmërinë tënde, ti do kesh mundësi që të eliminosh edhe të gjithë gjërat e tjera që janë jo thelbësore për përditshmërinë tënde. Guxo shpesh, edhe sidomos momentin kur ti fillon dhe në atë përditshmërinë tënde fillon dhe shtohet suksesi, do fillojnë dhe do të shtohen dhe mundësitë. Njerëzit do fillojnë do të kërkojnë akoma më shumë ty dhe do të japin mundësi për të bërë ndoshta biznes, për të ndërtuar karrierë akoma më shumë, akoma më lart dhe është shumë thelbësore që neve të arrijmë të identifikojmë se cilat nga këto mundësi që neve na vijnë janë mundësi vërtet thelbësore për qëllimet tona dhe cilat nuk janë thelbësore për qëllimet tona dhe për këto aktivitete ose këto mundësi biznesi ose këto mundësi karriere nuk janë thelbësore për qëllimet tona, të guxojmë që t'u themi jo. Të guxojmë t'u themi jo gjithashtu dhe kur vendosim për të marrë disa aktivitete në përditshmërinë tonë dhe shpesh na ndodhin nga miqtë, nga familjarët që na ftojnë në për evente, në për gjëra që nuk kanë të bëjnë në mënyrë direkte me qëllimin tënd, të kemi guxim për t'u thënë jo dhe këtyre. Pra, na thotë që duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe të mos e shpërqendrojmë ditën tonë me gjëra që nuk kanë të bëjnë me qëllimin tonë final. Redakto dhe elimino disa opsione dhe kur themi redakto, ai thotë që në përditshmërinë tonë mund të kemi disa gjëra që realisht na shpërqendrojnë.
mbushim gjëra në aktivitete duke menduar se duke i bërë të gjitha këto aktivitete neve do jemi më produktiv, duke mbushur gjithë këto aktivitete do arrim të shkojmë më larg, por në fakt ne thjesht sapo ngarkohemi dhe nuk shikojmë atë gjën bazë që duhet të bëjmë, sepse u mbasim fokusin duke u marrë me gjithë këto gjërat e tjera jo esenciale. Hapi tjetër është vepro. Dhe në mënyrë që të veprosh dhe të veprosh si një esencialist, gjëja më e parë, hapi i parë që duhet të bësh është të amortizosh. Dhe më pëlqen shumë një shprehje këtu që na thot dhe ka cituar autori, i cili është një shprehje nga Abraham Lincoln, ku thot: "Më jep 6 orë për të prerë një pemë dhe 4 orë do t'i përdor për të mprehur shpatën." Pra, ne duhet që në mënyrë që të ndjekim një aktivitet caktuar që neve mendojmë se do të na japi sukses, duhet që t'i kushtojmë kohë shumë thelbësore përgatitjes për të bërë këtë veprim. Pra duhet përgatitemi me aftësi, duhet përgatitemi me gjërat që kemi përreth, duhet përgatitemi me mënyrën se si do shkojmë dhe do t'i bëjmë këto aktivitete. Gjithashtu mund t'i bëjmë paraprit gjërave, duke amortizuar. Pra, nëse ti do kesh takimin pas 1 ore, shko 20 minuta para, shko gjysmë ore para në takim, sepse nuk i dihet asnjëherë, mund të ndodhi që në atë rrugën që ti po shkon për drejt takimit të ketë ndodhur një aksident dhe do detyrohesh që të ndrosh rrugën dhe të gjesh dhe të arrish sërish në kohë në takim. Pra, amortizo sa më shumë gabime, amortizo sa më shumë probleme. Përpiqu që të jesh gjithmonë i përgatitur. Nëse ke një projekt të cilin do ta bësh, afati i projektit është mbas 1 muaj, bëj çdo ditë pak gjëra të vogla që në fund, kur të arrit data e përfundimit, të mos jetë kaotike dhe ti të ngelesh ta bësh në ditën e fundit projektin. Pra, bëj çdo ditë nga pak dhe në fund ti do shikosh që ke bërë një sasi të madhe të atij projekti dhe do të ngelet që ta editosh, do të ngelet që të shikosh nëse është bërë në mënyrën e duhur ky projekt apo nuk është bërë në mënyrën e duhur. Pra, kjo është një nga mënyra se si ne të jemi esencial. Është një përmbledhje e shkurtër e këtij libri. Unë në fakt kam qenë dhe mund ta them që jam një nga këto njerëzit që kur bëhet fjalë për projektet, shpesh e lë projektin për ta përfunduar në fund. Kjo është gjë e gabuar dhe kjo më tërhoqi vëmendje. Dhe do përpiqem që ta kem shumë në konsiderat këtë këshill, ku në mënyrë që sa më shumë projekte të mira që t'i bëj në karrierën time si konsulent imobiliar, si CEO, si broker i agjencisë time që unë kam hapur, të përpiqem që të bëj çdo ditë nga pak gjëra në mënyrë që t'i arrijm projektet në mënyrë më efikase dhe më të suksesshme. Çfarë tjetër na sugjeron është që duhet që të krijojmë një rutinë. Në momentin kur ne identifikojmë një rrugë, në mënyrë që këtë rrugë ta kemi më të lehtë, duhet që të ndërtojmë rutinë. Dhe rutina ndërtohet duke i bërë aktivitetet që neve kemi zgjedhur çdo ditë në mënyrë të panegociueshme. Dhe vjen një moment, unë kam lexuar këtë edhe në libra të tjera, ku një veprim që bëhet për 21 ditë deri në 66 ditë janë gjasat. Në fakt, nga 21 deri në 256 ditë mund të ndërtohet një zakon, mund të bëhet shprehi tek ty. Dhe duhet minimalisht që të paktën 21 ditë ta bësh për ditë. Edhe të qëndrosh duke e bërë për ditë, përsëritje derisa ti të kuptosh që veprimi që ti ke caktuar, i cili të çon në qëllimin tënd final, është bërë veprim automatik për ty dhe ti tashmë nuk harxhon më energji për ta bërë atë veprim. Çfarë tjetër na sugjeron autori në mënyrë që të jemi më esencial është që të
përqendrohemi tek e tashmja. Mendoj se edhe këtu kam patur një problem të vogël, sepse gjatë përditshmërisë time kur unë mund të ndiqja disa aktivitete, shpesh përqendrohesha me planet për të ardhmen dhe filloja unë bisja me plane, me si do ta shkoj kjo, si do e bëj këtë, çfarë do bëj këtu, çfarë do bëj atje dhe nuk përqendrohesha ke detyra ime kryesore, ke ajo çfarë unë isha duke bërë. Dhe tashmë një nga gjëra që unë po përpiqem të implementoj dhe gjithashtu në përditshmërinë tënde është që të fokusohem ke e tashmja. Sepse autori na thotë që problemi nuk qëndron tek multitasking, por problemi qëndron tek multifocusing. Pra, nëse ti e shpërqendron fokusin tënd në aspekte të ndryshme, pra je duke shkruar tani dhe ndërkohë po mendon dhe për të ardhmen, po ndërkohë dhe po mendon se si çfarë duhet të bëj me makinën, çfarë duhet të bëj me këtë klientin etj, nuk do arrish të zgjedhësh asgjë. Por nëse ti përqendrohesh dhe bën dhe fokusohesh vetëm në një gjë tashmë, ti mund të bësh 2-3 hapa që mund të jenë, për shembull mund të ngasësh makinën dhe të flasësh me një klient, ndoshta me viva voce. Por arrin ta kesh fokusin në këtë lloj mënyre. Pra, përqendro tek multifocusing dhe jo tek multitasking. Pra, ky ishte esencializmi. To ishin disa nga këshillat që neve morëm nga libri Esencializmi. Vendosa që gjithashtu t'i ndaja me ju, sepse duke i ndarë me ju, arrim që edhe unë në fund të ditës t'i implementoj në mënyrë më të mirë të mundshme dhe nuk do kaloj në libra të tjerë pa arritur dhe pa implementuar të gjitha këto mësime që neve kemi marrë në këtë libër, sepse me thënë të drejtën bëjnë sens për mua, kështu që për sa kohë që bëjnë sens, le t'i japim mundësi që të vazhdojmë dhe të ecim përpara. Kjo ishte videoja ime e tretë. Le të shihemi në videon tjetër të radhës me çfarë do na sjellin këto aktivitete, ku do arrim, çfarë rezultatesh do arrim dhe çfarë do bëjmë sërish në të ardhmen. Shihemi në videon e radhës.